Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Italia është shteti që kryeson numrin më të madh të investimeve në Shqipëri, sipas dhënave më të fundit publikuara nga Banka Qendrore. Turqia rezulton të ketë pësuar një rënje të investimeve të saj pikërisht në vendin tonë. Italia është rikthyer si investitori më i madh në Shqipëri gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti, me 44 milion euro, duke rrëzuar nga froni Turqinë, e cila regjistroi një rekord prej 50 milion eurosh investime në 3 muajin e parë. Në total, rreth 759 milion euro llogariten investimet nga jashtë në gjysmën e parë të këtij viti. Pavarësisht se Italia, Turqia, Holanda dhe Austria janë shtetet që historikisht kryesojnë për vlerën e investimeve në Shqipëri, ato rezultojnë me pak rënje, ndërsa shtetet që kanë pasur në fakt rritjen më të lartë të investimeve në Shqipëri janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova. Por në cilët sektor investojnë ata më shumë? Me 149 milion euro, pasuritë e paluajtshme nuk ndalen se tërhequri investime nga jashtë. Ky sektor përthith 37% të gjithë investimeve të huaja në vend, ndjekur nga aktivitete financiare dhe të sigurimit me 18% ose 72 milion euro, industria nxjerrëse me 11.8% ose 47 milion euro, tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorcikletave me 33 milion euro ose 8% të totalit. Dhe në vend të pestë, energjia elektrike, gazi dhe uji me 31 milion euro ose thëndryshe 7.8% të investimeve. Në gjysmën e parë të këtij viti, arsimi, aktivitetet të tjera, shërbimi, bujqësia, pyjet dhe peshkimi, transporti dhe magazinimi, shëndeti dhe aktivitetet të punës sociale, arte, argëtim dhe çlodhje rezultojnë me 0 ose thuajse 0 investime. Së fundmi, në konferencën Horizonti i ri të mbajtur në Vjenë, kryeministri Edi Rama i bëri thirrje austriakëve që të investojnë në sektorin e energjisë, të infrastrukturës, turizmit dhe teknologjisë në Shqipëri. Përgjatë të këtij viti ka pasur një rënje të lehtë të banesave të blera nga shtetasit jo rezident, pavarësisht kësaj interesi për to vjon që të mbetet në nivele të larta, shpreh Banka e Shqipërisë në raportin e saj më të fundit sa i takon stabilitetit financiar në vendin tonë. Të huajt nuk poreshtin së bleri prona në Shqipëri, pavarësisht se gjysma e parë e vitit dëshmoi një rënje të lehtë të banesave të shitura për të huajt, me vetëm 15% të tyre. Sërish interesi dhe kërkesa për të blerë prona në vendin tonë mbetet i lartë. Në janar-qershor, nga banesat e shitura për jo rezidentët, rreth 71% rezultojnë shtetas të vendeve të BE-s, nga 77% të raportuar në 6 mujorin më parshëm. Por si ka ndryshuar kërkesa të huajve për prona në Shqipëri përgjatë 6 viteve të fundit? Viti kaluar shënoi një bum të kërkesës për prona nga shtetasit të huaj. Sipas të dhënave nga raporti i stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë, rreth 27% e pronave të shitura në 6 mujorin e parë të 2024-s u blen nga shtetasit jo rezident. Megjithatë, asgjë nuk e thyen rekordin e vitit 2020, ku afro 36% ishte pesha që zinin pronat e blera nga të huajt ndaj totalit të pronave të shitura në Shqipëri. Në 2025-ën, kërkesa nga të huajt ka rënë thuajse në nivelet e vitit 2023, ku vetëm 14% e banesave të shitura u raportuan të blera nga shtetas jo rezident. Ekzistojnë disa arsye pse të huajt po blejnë gjithnjë më shumë prona në Shqipëri, duke nisur që nga çmimet, bumi turistik, mungesa kufizimeve ligjore në momentin e investimit, infrastruktura e përmirësuar apo edhe fakti që me hyrjen në BE do të rritet më tej vlera e pronës në vend. Nga ana tjetër, sipas vërejtimit të posaçëm të Bankës së Shqipërisë, kërkesa e përgjithshme për blerje në tregun e pasurive të paluajshme nga shqiptarët gjatë periudhës ka qenë e qëndrueshme. Qeveria shqiptare ka nisur plotësimin e strukturës së saj. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave u caktoi 3 zëvendësministër të rinj për energjinë, shëndetësinë, por edhe punët e brendshme. Në mbledhjen e kësaj të njëjtëje, qeveria ka bërë disa emërime të reja në postet e zëvendësministrave. Ish-deputetja e Shkodrës dhe ish-ministrja e Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes Edona Bilali është emëruar zëvendësministre e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Eugena Tomini është riemëruar zëvendësministre e Shëndetësisë pasi drejtoi për 4 vjet Institutin e Shëndetit Publik. Ajo ka mbajtur për disa muaj postin e zëvendësministres së Shëndetësisë në vitin 2021, ndërsa më herët ka drejtuar hetimin epidemiologjik pranë ISHP-s. Zëvendësministre e brendshme është emëruar Silva Caka, e cila nga këshilltare e Partisë së Lirisë tashmë është bërë pjesë e qeverisë. Caka ka qenë anëtare e Këshillit Bashkiak të Tiranës nën siglën e Partisë së Lirisë. Ajo zëvendëson në detyrë ish zëvendësministrin Andi Bahila,
i cili u shkarkua nga detyra disa ditë më parë me urdhër të ministres së re Albana Koçiu. Një ndër vendimet e qeverisë ishte dhe miratimi i shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj. Në mbledhjen e saj, qeveria me vendime të posaçme ka përcaktuar fushat e përgjegjësisë për secilën nga ministritë e reja, pjesë e strukturës së qeverisë Rama 4. Kosova me 3.9% dhe Shqipëria me 3.5% pritet që të kenë rritjen më të lartë ekonomike në Ballkanin Perëndimor për gjatë këtij viti dhe vitit 2026. Parashikimet janë bërë nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka publikuar projeksionet për ekonomitë e vendeve anëtare i gjatë këtij viti dhe atij pasardhës. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, Kosova me 3.9% dhe Shqipëria me 3.5% do të kenë rritjen më të lartë në rajon gjatë këtij viti dhe në 2026. Sipas Bergh, rritja reale në Ballkanin Perëndimor parashikohet të jetë modeste, mesatarisht 2.7% në vitin 2025 dhe 3.2% në vitin 2026. Pasiguria e vazhdueshme globale dhe kërkesa e dobët e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë të ndikojnë eksportet, tregtinë, investimet dhe remitancat, veçanërisht në ekonomitë e orientuara nga eksporti si Serbia, Bosnia dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut, theksohet në raport. Ekonomitë e varura nga turizmi si Kosova, Shqipëria dhe Malizi janë gjithashtu të prekura për shkak të pasigurisë së shtuar në ekonomitë e Bashkimit Evropian, ndërsa konsumi privat, elastik, rritja e pagave dhe investimet publike kanë mbështetur aktivitetin ekonomik. Reforma strukturore dhe progresi drejt integrimit në Bashkimin Evropian mund të nxisin ndjeshëm rritjen e mëtejshme. Rritja e kostove të punës për njësi dhe inflacioni vazhdojnë të paraqesin sfida të rëndësishme, ndërsa paqëndrueshmëria politike në disa ekonomi rëndon mbi investimet dhe rritjen. Vëren Bergh, sa i përket Shqipërisë, nënvizohet se rritja ekonomike u moderua në 3.4% në tremujorin e parë të vitit 2025. E nxitur nga sektorët e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërsa industria dhe bujqësia përjetuan kurrje të lehta. Nga ana e shpenzimeve, aktiviteti ekonomik ishte gjerësisht i balancuar, me kontribute të dukshme nga rritja e konsumit qeveritar dhe eksportet e mallrave dhe shërbimeve. Deficiti llogarisë së rrjedhëse u ngushtua me mbi 40% në krahasim me vitin e kaluar në tremujorin e parë të vitit 2025, duke reflektuar ndryshimet në të gjithë komponentët kryesor. Presionet inflacioniste mbetën të ulta me normën vjetore të inflacionit që qëndroi në 2.3% në gusht, por Bergh rendit edhe rreziqet që kanë të bëjnë me mundësinë e zbutjes së kërkesës brenda eurozonës, rënien e flukseve hyrëse të remitancave dhe faktorët e pafavorshëm klimatik, si thatësira. Nga ana tjetër, zbatimi i përshpejtuar i reformave strukturore dhe përparimet e mëtejshme në integrimin në Bashkimin Evropian, të mbështetura mëtej nga zbatimi i planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, mund të forcojë perspektivën e rritjes së Shqipërisë. Qeveria shqiptare parashikon që në 4 vitet e ardhshme mbështetja direkte për fermerët të rritet dhe të shkojnë në 100 milion euro në vit, ndërsa aktualisht është në nivelin e 32 milion eurove në vit. Fermerët do të kenë mundësinë që të përfitojnë financim nga qeveria në vlerën 100 milion euro në vit. Në programin 4 vjeçar të qeverisë, thuhet se sa i takon sektorit bujqësor, do të ofrohet mbështetje direkte dhe investime me rreth 100 milion euro në vit sipas praktikave të kap, kondicionalitetit për mjedisin, higjienën, gjurmueshmërinë dhe mirëqenien e kafshëve. Pra e thënë ndryshe do të ketë një rritje të ndjeshme të financimit, i cili vitet e fundit ka qenë në nivelin e 32 milion euro në vit, ndërsa ekspertët kanë kërkuar vazhdimisht rritje të fondeve. Nga këto fonde parashikohet të jenë 150.000 fermerë përfitues të regjistruar në shkallë vendi. Themelet mbi të cilat ndërtohet kap, një politike përbashkët për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, është që të mbështesë fermerët e të përmirësojë prodhimin bujqësor, duke siguruar një furnizim të qëndrueshëm me ushqim të përballueshëm, të mbrojë fermerët që të kenë një jetesë të arsyeshme, të ndihmojë kundrejt ndryshimeve klimatike dhe për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, të ruajë zonat rurale dhe peizazhin në të gjithë Shqipërinë dhe të ruajë ekonominë rurale të gjallë, duke promovuar punë në fermë, industritë agropërpunuese dhe sektorët e lidhur me të. Shqipëria aktualisht ka si objektive plan madhor që përmes mbështetjes së dhënë në sektor të arrijë një eksport prodhimesh bujqësore prej 1 miliard euro. Objektivat të tjera janë pikat e grumbullimit dhe rritja e madhësisë së fermave. Aktualisht janë të hapura 3 instrumente financimi nga të cilat mund të përfitojnë fermerët, agropërpunuesit dhe sipërmarrësit në fushën e agroturizmit.
Skema kombëtare e investimeve 2025, ku në tërësi fermerët përfitojnë 50% grant nga buxheti i shtetit dhe paguajnë vetëm 50% të investimit. Instrumenti i garancisë sovrane me një fond total prej 30 milionë eurosh parashikon mbulimin deri në 70% të principalit të kredisë, si dhe linja e kredisë së butë me një fond të dedikuar prej 250 milionë eurosh, që synon të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në bujqësi dhe agroturizëm. Ndërsa skema e mbështetjes kombëtare në bujqësi është zbatuar në fillim të vitit dhe fondet janë disbursuar tek fermerët, ku është mbështetur bujqësia, blegtoria, bletaria, prodhimi bio e të tjera. Qeveria shqiptare synon që brenda 4 vjeçarit të përfundoj korridorin e 8 hekurudhor në një linjë nga Durrësi në Pogradec, duke përfshirë edhe hekurudhën në Vor Hanihoti që do të lidhë Shqipërinë me Malnezi. Qeveria synon që brenda 4 vjeçarit të përfundoj korridorin 8 hekurudhor, një linjë nga Durrësi në Pogradec. Ambicia është shprehur në programin qeverisës 2025-2029, ku ndër të tjera thuhet se do garantohet ndërlidhja rajonale me projektet Durrës-Rogozhin dhe Rogozhin-Pogradec, dy segmentet e këtij korridori, duke përfshirë dhe hekurudhën Vor Hanihotit, që do lidh Shqipërinë me Malnezi. Paketa e investimeve të parashikuara për projekte ndërkufitare shkon në mbi 800 milionë euro, nga të cilat mbi 400 milionë euro kërkohen pikërisht për linjën Durrës-Pogradec. Aktualisht është avancuar me gjetjen e financimit prej 120.5 milionë euro për segmentin Durrës-Rogozhin, më konkretisht për këtë lot, që ka një gjatësi prej 33.5 kilometra. Pak javë më parë, Këshilli i Ministrave ratifikoi marrëveshjen e grantit 60.5 milionë euro me Bankën Evropiane për Investime. Ky grant është pjesë e mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe shoqërohet me një kredi prej 30 milionë euro nga BEI. Për realizimin e projektit, do akordohet dhe një kredi me vlerë 30 milionë euro nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si pjesë integrale e paketës së financimit prej 120.5 milionë euro. Sa i takon segmentit tjetër nga Rogozhina deri në Pogradec, ende nuk ka informacion zyrtar në lidhje me financimin. Ky do jetë dhe segmenti më i kushtueshëm i korridorit 8 hekurudhor, pasi ka një gjatësi prej 120.3 kilometra. Më herët, korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor ka renditur përfitimet që do vinë nga rehabilitimi apo ndërtimi i kësaj linje, duke nisur nga shkurtimi i distancave, rritja e sigurisë së udhëtimit dhe reduktimi i emetimeve në ajër që vijnë nga transporti. Rritja e mirëqenies qytetarëve është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë sa i takon këtij mandati, nga mbështetja për familjet e reja, gratë në zonat rurale, të moshuarit dhe fëmijët me autizëm. Institucionet do të punojnë për ndërtimin e shtetit social gjithëpërfshirës për të arritur standardet e Bashkimit Evropian. Teksa rruga europiane e Shqipërisë kalon reforma të thella në sektor të ndryshëm, një prej tyre është edhe ndërtimi i një shteti social dhe gjithëpërfshirës. Qeveria shqiptare ka vendosur mirëqenien në 3 shtyllat kryesore të programit 4 vjeçar, nga ndërtimi i banesave të përballueshme deri te ngritja e qendrave për autizëm. Ky program nuk flet vetëm për mbrojtje, por për një jetesë dinjitoze për çdo qytetar, e veçanërisht për shtresat vulnerable. Familja mbetet qendra e politikave sociale, duke mbështetur me strehim të përballueshëm dhe financiarisht familjet e reja dhe fëmijët e tyre. Ndërtimi të paktën 1500 njësive të reja banimi me kosto të ulët deri në vitin 2029, qeveria synon të zgjeroj fondin e banesave sociale, duke përfshirë përshtatjen e ish-konvikteve dhe pronave shtetërore për strehim. Gjithashtu, përdorimin e të ardhurave nga pasuritë e konfiskuara për të financuar programe të strehimit social, zgjerimin e mbështetjes sociale për personat me aftësi të kufizuara, duke garantuar akses në arsim, punësim dhe shërbime publike, dyfishimi i pagesave për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke kombinuar gjithashtu përfitimet financiare me shërbimet integruara, si dhe rishikimin e asistencës personale. Qëllimi i këtij programi është kapërcimi nga asistenca drejt aktivizimit përmes lidhjes së ndihmës me edukimin dhe shëndetin, një model që Bashkimi Evropian e mbështet për të thyer ciklin e varfërisë. Një tjetër plan është edhe fuqizimi i rrjetit të qendrave komunitare dhe shërbimeve sociale në partneritet me bashkitë, strukturat për kujdesin ndaj moshës së tretë, asistenca shtëpiake dhe këshillimi psikosocial janë baza për ndërtimin e një kulture të re kujdesi dhe që shpesh ka munguar, sidomos për të moshuarit e vetmuar, që mbetet një plagë e hapur e shoqërisë.
Plani i qeverisës shtrihet edhe tek autizmi, duke dyfishuar mbështetjen për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe krijimin për herë të parë të një qendre për të rriturit me autizëm, që deri më tani ka munguar. Programi i qeverisës ndalet edhe te gratë, veçanërisht ato në zonat rurale, të cilat shpesh ndodhen në kushtet e pamundësisë për të gjetur punë dhe në rrethana sociale jo të favorshme. Me qëllimin për të integruar, synohet hapja e 20 ndërmarrjeve sociale të reja në zonat rurale. Ky program shkon përtej ndihmës sociale si koncepti së kaluarës dhe tenton të ndërtojë një shtetëri social ku qytetari është jo vetëm përfitues, por bashkë kontribues në jetën sociale dhe ekonomike të vendit. Përgjatë periudhës 8 mujore të vitit 2025, në Shqipëri ka hyrë rreth 9 milion vizitorë të huaj me një rritje prej 5.2% krahasuar me tjetër periudhë të një viti më parë. Shumica e të huajve kanë ardhur pikërisht për arsye personale. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave, muaji gusht ka sjellë një fluks të lartë hyrjesh nga territori i Shqipërisë. Gjatë këtij muaji në vend kanë hyrë rreth 3.36 milion shtetas, çka tregon një rritje prej 8.4% në raport me gushtin e vitit të kaluar. Nga totali i hyrjeve rreth 986.000 ishin shqiptar, me një rritje prej 5.1%, ndërsa pjesa më e madhe, afërsisht 2.38 milion, i takon shtetasve të huaj, të cilët kanë shënuar një rritje prej 9.9% krahasuar me gushtin e vitit 2024. Nga ana tjetër edhe daljet nga territori kanë shënuar një rritje të ndjeshme gjatë gushtit. Sipas statistikave, nga Shqipëria kanë dalë rreth 3.33 milion shtetas, duke përfaqësuar një rritje prej 12.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Brenda këtij numri 994.000 kanë qenë shqiptar, me një rritje prej 10.3%, ndërsa 2.3 milion kanë qenë të huaj, duke regjistruar një rritje edhe më të lartë prej 12.8%. Nëse i referohemi të gjithë periudhës 8 mujore të vitit, shifrat janë edhe më domethënëse. Në total në Shqipëri janë regjistruar rreth 8.96 milion hyrje nga shtetas të huaj, një rritje prej 5.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pjesa dërmuese e hyrjeve të huaja janë gjeneruar nga rajoni i Europës, me plot 97% të numrit total. Brenda këtij kontinenti dominon Europa Jugore, e cila zë 77% të hyrjeve të huaja, e ndjekur nga Europa Perëndimore me 9% dhe Europa Qendrore dhe Lindore me 8%. Sa i përket arsyeve të udhëtimit, shifrat tregojnë se shumica e shtetasve, plot 99% e tyre kanë hyrë në Shqipëri për arsye personale, që përfshin pushimet, vizitat familjare apo aktivitete të tjera të ngjashme. Megjithatë, vlen të theksohet se hyrjet e të huajve për arsye biznesi kanë pasur një rritje të ndjeshme për 23.3%, duke sinjalizuar interesin në rritje të investitorëve dhe sipërmarrësve të huaj për të eksploruar mundësitë që ofron vendi. Por shifrave më të fundit publikuara nga Instat, peshën më të madhe të vizitorëve të huaj mbajnë shtetasit e Kosovës me mbi 3.3 milion, ndërkohë që tregjet e reja kanë sjellë befasit e tyre, ku Izraeli ka shënuar rritjen më të madhe me mbi 500%. Shqipëria po vijon të përjetojë suksesin e ri turistik me shifra që shënojnë jo vetëm rritje të përgjithshme, por edhe zhvillime të veçanta që e bëjnë panoramën e hyrjeve të huaj më të larmishme dhe më interesante se kurrë. Nga janari deri në gusht të vitit 2025 në vend kanë hyrë mbi 8.9 milion vizitorë, një rritje prej 5.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Pesha më e madhe se zakonisht i takon Kosovës. Më shumë se 3.3 milion shqiptarë të Kosovës kanë hyrë në Shqipëri në 8 muajt e parë të vitit, por rritja shtuese e pandjeshme me vetëm 0.6%. Kjo tregon se ky treg është tashmë i konsoliduar dhe nuk ka shumë hapësirë për shpërthime të reja. Në të kundërt, Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje të ndjeshme me 10.1%, ndërsa Greqia edhe më lart me 11.5%. Malizia mbetet në rritje të lehtë me 4.6%, por ndërkohë fqinjet mbeten shtylla kryesore e turizmit hyrës në Shqipëri, duke ruajtur peshën tradicionale në këtë treg. Në Europën perëndimore ka ndodhur një surprizë e madhe ku Franca ka rritur hyrjet me 43.9%. Një rritje e tillë e vendos Francën mes tregjeve më të gjalla të momentit. Po aq do me thënë se është dhe Gjermania që ka shënuar një rritje prej 21% dhe ka kaluar shifrën e 300.000 vizitorëve. Mbretëria e Bashkuar dhe Holanda gjithashtu kanë shënuar resuri të mirë, ndërsa Austria, Belgjika dhe Çekia ruajnë një rritje të qëndrueshme. Megjithatë, jo çdo treg europian ka reaguar njësoj. Polonia, që në pamje të parë të jep përshtypjen e vendeve me rritje, në fakt ka rënë me mbi 10%, duke shënuar një humbje të dukshme në krahasim me vitin e kaluar. Edhe Rumania ka rënë me 7.5% dhe Spanja me 4.3%. Tregjet e reja kanë sjellë befasit më të mëdha. Izraeli është shembulli më i qartë, nga vetëm 6.800 hyrje në vitin 2024, numri i vizitorëve izraelit ka kaluar në 45.700, duke shënuar një rritje domethënëse prej 570.7%. Ky shpërthim tregon për hapjen e një tregu me potencial të madh që deri është thuaj inekzistent.
Po aq mbretëlënse janë dhe shifrat nga India, ku hyrjet janë rritur me gati 70%, si dhe Egjipti që ka shënuar një rritje prej 68%. Edhe Danimarka ka treguar një prirje të fortë me një rritje prej 56.2%, duke dëshmuar se turistët nordik po e zbulojnë gjithmonë më shumë Shqipërinë. Kina nga ana tjetër ka sjellë një rritje të qëndrueshme prej 27.9%, duke përforcuar rolin e saj si një nga tregjet më premtuese të së ardhmes. Nga Amerika, Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje me 7.2%, Kanadaja me 14.4% dhe Australia me 8.8%, ndërsa një surprizë vjen nga Amerika e Jugut, ku Argentina është rritur me 38.6% dhe Brazili me 16.4%. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.